Mund t'jetë? Po mund t'jetë. Unë besoj që është këtë politike, do më thonë s'ka të bëj me parimore për me ndiku ose jo drejtësi. Se Gashi përshë që s'po pajtuat fare me këtë, po... Kjo është pikërisht çaj arsyeja pse unë mendoj pse kanë bërë mirë se s'kanë reaguar, sepse pastaj dalin edhe kanë drejt ta kenë mendimin dhe dalin e kthejnë këto qëndrimin politik të kryeministit tanishëm të Republikës në relacion me çka konsideron ai mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe ata që na e dim edhe me raporte ndërkombëtare qysh kanë ardhur, qysh janë, qysh është gjendja e drejtësisë në Kosovë, në sektorin gjyqësorit, prokurorisë dhe të tjera, në relacion me gjykatën speciale edhe fatit. Çka po ndodh në Hag, çka po ndodh në gjykatën speciale, në dhomat e specializuara, është jo pak, po shumë përtej kësaj ndodhis me nevojën për reform, vetting, kfile, integritet, çkapje e quaje qysh dush të sistemit drejtësisë këto, nga Kurti apo nga kushdo qoftë, sepse atje se kena na sado që neve mund të ketë persona këtu në studio apo në Kosovë që mund të kenë simpati politike për Hashim Thaqin, si puna e kolegës nderuar. Po kjo s'është puna e Hashim Thaqit. Hashim Thaqi s'ka shku në emën vet atje, edhe veç si djali i babës vet. Hashim Thaqi është lider i një kauze çlirimit të vendit. Është i lirisë, është i UÇK-s. Nuk është për Hashim Thaqin që ka djali bukur, i mëshëm edhe i dishëm veç ashtu. Edhe tash përse për Hashim Thaqin si individ. Hashim Thaqi reprezenton në vetvete, se bashkë me ata të tjerë UÇK-n. Edhe një tretman që i bëhet nga gjykata speciale, s'ka të bëj me Albin Kurtin këtu, apo tendencën me lidh si këta kolegë këtu që thojnë do thotë, ti s'pe respekton këtu, e tash ato pe respekton, e kjo ty të ban hipokrit. Jo, hipokrit, ose ty të ban pra... Jo, kjo është shparimi, kjo është qepimi, edhe pastardimi i mbrojtjes, se thojnë, ka dole, se këtu në Kosovë pas ka opinion, që po munoj ka me ndërtu naracion të delegjitimimit të kotë të gjykatës speciale në relacion me luftën politike që mund mu bo, me qëndrimet politike që mund mu bo mrena. E për me ik nga jo, pastaj ja komplikojnë a jetën edhe aty në dënumve atje. Sepse në qosë shkojnë në vërtetim të gjendjes faktike, jo të mendimit opinionit tam apo t'juj, po gjendjes faktike, asnjë qeveri jo që e ka ullë për krajën financiare. Po veç ka e ka shtu për krajën financiare për këta të dënuar padrejtisht atje në Hag. Pak e ka ullë, pak e ka ullë. Me shifra kështu? Po, e ka ullë, pak. E ka ullë kjo qeveri? E ka ullë, pak e ka ullë, po. Pak sa e ka ullë? E ka ullë. 238.129 euro. Nuk paguan mo që jenë pagu avokat as të akuzuarve për krimet luftës, as të akuzuarit për pengjim drejtësisë që jenë pagu. Ka pos në ndryshim në odzimin administrativ,